Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndeshëm vëllezër, unë me sunën e kam një problem, se tha 15 minuta ma shumë s'ki drejt me folë. Po thash unë e kom plan 20, tha kamera shimët. Kamera shimët, po të gjemati jetë, të s'ka me ba. Mirë. Unë do të flasë për kështu e kom lanë një sapun i zemrës, duke pas për asysh që sëmundja edhe ilaçi kënë ndëgju dhe me thonë, e kundërta sëmundjes e ilaçi, e kundërta e pa pastërtisa, dhe me thonë pastërtia ose me qka pastrohemi ne. Ka dy lloj të pa pastërtive, pastërti shpirtërore, edhe pa pastërti trupore. A shpirtërore e pastrojmë me lloj-lloj tash detergjenti që ka dalë, edhe për tesha, edhe për trupe kështu më radhë. Mirë, në qoftë se sëmundja e shpirtit dhe zemrës është gabimi, mëkati, atëherë ilaçi i zemrës është istigfari. Do më thonë sapuni i zemrës dhe i shpirtit është istigfari. Fjala astaghfirullah. Ne këtë fjalë realisht e neglizhojmë nga pak. Ndoshta. Shumë herë unë përshem brenda muajit Ramazan për 18 kam përmend istigfarin. Istigfari shumë ibadet i madh, shumë adhurim i madh, për ata që kanë kohë, unë mendoj që të gjithë kemi kohë. Mendoj që të gjithë kemi kohë me thonë fjallën istigfar. Të ndërshëm vëllezër, Allahu Gjeleshanu thot: Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Me të vërtetë Allahu i don ata që pendohen dhe i don ata që janë të pastërt. E njeriu si pendohet? Pendohet për gabimet që i ka bën te Allahu subhanahu wa taala, e si bëhet i pastër, i përmendëm dy aspekte. Nëse kena problem me shpirt dhe me zemër, duke mo istigfar, nëse kena problem me papastërti trupore, duke u pastru me rregullat të pastrimit. Njeriu e dobson neglizhenca, njëna arabi thon gafletin, shqipi thon pa vëmendësia. Do me thonë nuk ja vendon mendjen, ose neglizhenca, edhe dhembi vjen mëkati. Po do në herë në sina mëkatar, ama nuk sina fort t'interesohet. Një njeri që nuk interesohet për namazin, a i vjen rendi bu falë. Ja. Në me thonë e neglizhan. Jo që se beson, jo që nuk e don, por e neglizhan. Mire, ilaçi i neglizhencës dhe mëkatit istigfari dhe dhikri. Do më thonë fjala astaghfirullah dhe përmendja Allahu subhanahu wa taala në çdo formë. Allahu Gjeleshanu në Kur'an thot: "Walladhina fa'alu, walladhina idha fa'alu", ata të cilat kur bëjnë gabim, au dhallamu anfusahum, ose i kanë bërë padrejti vetvetes, dhakurullaha fastaghfiru, e përmendin Allahun Gjeleshanu edhe bëjnë istigfar. Li dhunubihim, kërkojnë falje te Allahu për gabimet e tyre. Fjala astaghfirullah, çka do të thonë shqip? O Allah më fal. O Allah më fal gabimet. Wa man yaghfiru dhunub illa Allah. A ka dikush tjetër që i fal gabimet përpos Allahu subhanahu wa taala? Tash më duke fol për gabimet ndaj Zotit. Nuk kam përmend, kemi dy lloj gabime, gabimet ndaj njerëzve që duhet me kërku falje të njerëzit dhe gabimet ndaj Zotit që duhet me kërku falje të Zotit. Wala yusiru la ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Edhe tash kërkojnë falje të Allah edhe nuk rrinë atë që e kanë ba, po tërhiqen, pendohen, wa hum ya'lamun, edhe atë e dinë se çka janë duke vepruar. Mirë, nëse bëjmë ne shumë istighfar, nëse pendohemi shumë, bëjmë istighfar shumë, Allahu dhe Lishanu thot, wa ma kana Allahu li yu'adhibahum, Allahu dhe Lishanu nuk do t'i kishte dënuar ata, wa anta fihim, ndërsa ti si i dërguar i Allahut si Muhammed je në atë popull. Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Edhe Allahu dhe Lishanu asnjëherë asnjë popull nuk e dënon nëse ata bëjnë istighfar. Mirë po popullin e ose mushrikët e Mekës i ka dënuar se ata nuk kanë bërë istighfar, por kanë bërë shirk. Thot Ibn Abbas të ndershëm vëllezër, dy siguri i kemi pas. Ibn Abbas është minxha e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot dy siguri i kemi pas. Thot sigurinë e parë Muhammedin alayhis salam, edhe sigurinë e dytë do të thonë istighfar. Mirë po njëri vdiq e tjetrin ende e kemi. Nëse ata që kanë jetuar në kohën e Muhammedit alayhis salam i kanë pas dy siguri, ne tash e kemi një, nuk e kemi dy. Se Muhamedi sa se kemi më vetë. Mirë po e kemi Kur'anin dhe e kemi pastaj sunetin e pejgamberit alayhis salam. Edhe ti vetëm kur e lexon Kur'anin flet, bisedon me Allahun subhanahu wa taala. Vetëm kur e lexon hadithin, fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vjen sikur më e pa, por më do nëse kena pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nëse ka nevojë dhe luftë bëjmë për në botë, e shihni çka ndodh. Kur shohat, kur nënçmohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, muslimanët janë të përgatitur edhe luftë me bë për një njerëz që asnjëherë s'e kanë pa. Pse? Ajo lidhja nëpërmjet leximit dhe dëgjimit hadithit, se e kemi një lloj sigurie ne kur jemi afër dhe veprojmë sipas asaj që ka vepruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa vëllezër, istighfari ndihmon njeriu. Për shembull, istighfari është shkak që të bjen shi, se ndonjëherë posaçërisht në vendin tonë kemi nevojë për ujë. Se ne kena mjaftueshëm me pi, nuk ka ashtu. Neve na duket që kemi. Ama nëse nuk bjen shi, mund të ballafaqohemi me fatësira dhe probleme. Keni pa ju në për Afrika atje, për ditë ka njerëz që thonë ta qelim një punal atje, se mungon uji. Ajo Afrika ka vende të zhvilluar, mirë po shumica e Afrikës është e pa zhvilluar. Nuk kanë teknikë dhe teknologjia të ai popull atje për me nxjerr ujin. Inshallah Allah ndihmon atë. Po du më thonë që fjalë istighfari ta bën të mundshme ose e bën të mundshme me rashi. Allahu dhe Lishanu thotë faqul tastaghfiru, e i thash thuaj popullit tënd të bëjnë istighfar rabbakum, kujt mi bën istighfar, kujt mi kërku falje, Allahut fuqiplot, innehu kana ghaffara, sepse Allahu dhe Lishanu i fal gabimet, yursilu sema aleikum midrara, e pastaj nga qielli ju sjell ujë ose shi. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina, e pastaj Allahu dhe Lishanu juve ju jep fëmijë, ju jep pasuri, wa yaj'al lakum jannatin, ju bën mundshme të jeni në xhennet, wa yaj'al lakum anhara, edhe ju jep atje lumej. E tash në këtë botë kena në vardarin e për shembull të shkup tres kënë jo atë jo këtë, nuk na duket fort interesant ki lumi. Ama me ditë që të metër më malli me pa ujë. Për tash ne jena mësu pak në televizion i shofmi do liqenit dhe lumeje, jena super, ja, ka vende që i merë malli me pa ujë. Unë më ka ndodhë në Medine, do më thonë 9 vite kemi jetu, një vjetë e gjisë, hiq as një pikë shiju hiq tek. E di shka me thonë, hiq të mërë malli, betë mërë malli, as shi, as hiq. E do më thonë dë njëherë, në du të me qenë të knacur, ma atë që e kemi. Edhe mos të neglishejmë atë që e kemi, por të arruajmë dhe të mbrojmë me punën
Mirë po fillimisht duke e lutë Allahun dhe lëshan dhe duke bojnë istighfar. Mirë, çfarë bereketi ka istighfari pastaj? E shëron njeriu nga mendimet e liga, e shëron njeriu nga mërzia, nga demoralizimi, nga shqetësimi. Do thonë ne realisht mund të shqetësohemi. Tash jemi mirë, pas një ore bëhemi keq. Thot min adham el azab fi daf el masaib. E pastaj istighfari prej shkaqeve më kryesore që njeriu t'ia largon gabimet, t'ia largon problemet, t'ia largon ndonjë ndodhi. I bon për pak vetura me të ra edhe t'i shpëton, nuk t'shkel, nuk t'lëndon. Edhe çka themi ne, vallahi e ka ndihmu sadakaja dhe istighfari. E ta keni parasysh këtë sadakon mësa na shkaloni 10 dinar, 20 dinar, 1 dinar, sa do të janë, më ndihmu njerëzive dhe istighfarin mësa na shkaloni se atë ditë që të shpëtosh. Mbështetur në këtë që jam duke thonë se kjo të ka mbrojt me siguri. Thotë Allah, wa ma asabekum min musibe, e në qëfë se juve ndonjëherë do t'ju ndodhë një fatkeqësi, febi ma kesebet e i dikum. Ajo është nga ajo që e keni bo me duart e juaja. Çka do që ka me ndodhë? Allah nuk merë përgjithësi. Dijet Allah përgjithësin direkte, lindja, vdekja, edhe rrezku. S'ka Zoti nuk e kalon rrezkun ndër teme dhe tandën, se harrojmë ne. E ka ndër të vetë. Edhe lindjen nuk na vetë neve, ato me lind ose me lind, edhe vdekjen. Këtu s'ka askush guxim edhe drejt më përzi. Ama për shembull, valla be që ta som, si shembull, me vetur. E ka lënduar, më falë si s'dash, na ka dalë. Mere veturën që e në kontrol teknik, kontrol teknike të shumë. S'pas ka pas vaj për me frenu. Kush i ka fatësh? Gumat i ka dimnit, vozit me gumat verës edhe kundërta. Kush i ka fajt? A me halallëk sosit kjo puna? Por atë çka thot bima kesebet e i dikum. Këto e keni me durët e juja. Mos filozofojni. Allah e ka shkrujt. A i hajdutin kona Hazreti Omerit kishtë vetën e kër e këshin zonë, që thonë, Hazreti Omer, Zoti be ka shkrujt kader ka qenë me vetë. Tani ka thonë, kadero me ta prej dhe dorën. Rri rahat, se një me një. Po sa mirë ka shpëtojt të ndrejt qaj. Allah e këmë s'kum dash, pa Allah e pas ka shkrujt me vetë. Pse pas ti me vetë? E si pas ka shkrujt me vetë, unë. E ki po këto ajtutat e mdojti. Ka dalë me pëse, Allah e ka shkrujt vështë ju parët me konë, ka dalë se ne, edhe ne kina po nuk pi uj kjo, në të gjuhën tonë, nuk onë regull. Dhe me thonë, e mira dhe e liga që ka në ndodh me në bas të asoj që ne punojmë dhe veprejmë. Allah dhe lëshanë në përmet istighfarit të ngresh kalt në gjennet atje, Allah thotë, o dhe pejgamberi sa më ka thonë, inna Allah azza wa jalla yerfa'u, me të vërtetë Allahu e ngren njeriu ad-daraja li abd salih, njeriu që është i mirë i devotshëm fil janna. Fa yaqul, edhe njeriu thotë, ja Rabbi, enna li hadhi, o Allah, po pse mu më ka ndodhur kjo? Thotë, bi istighfar li waladik lak, se djali jot ka bën istighfar për ti. Çka i vjen kjo? Hajde të bëjmë istighfar për njerëzit që na kanë vdekur, vëllezër. A kuptoni? Mos e shkaloni ju djemt që babën edhe nanën si keni gjallë. Ne kur ju themi, mos bëni gabim se keq ju shkon, e mira dhe e keqja. Këta sallat filozofoj. Po mirë dhe edhe në bazë të veprave të fëmijëve ne themi kanë qenë ose s'kanë qenë të mirë ata që kanë vdekur. Mirë, mos harroni të kërkoni istighfar, se të bëni istighfar dhe për prindërit të juaj, qofshin gjallë apo të vdekur. At-tauhid wal istighfar. Fjala tauhid do të thonë njohuri, istighfari dhe përmendëm fjala astaghfirullah. Allahu dhe lëshanë thot fa'lam annahu la ilaha illa hu, dije se nuk ka zot tjetër përpos Allahut, sepse ajo është një. Wastaghfir li dhanbik,
edhe kërko falje për gabimet tuaj. Domethënë, secili prej nesh e ka për obligim të kërkon falje për gabimet që i ka bën. Ama edhe ne mundim edhe mi thon dikujt, pasha Allah në haxhi. Apo kërkon falje të Allah për mua. O lutem Allahun edhe për mua. Edhe kjo e lejume. Se nuk i na nisojnë. Që e mëllë një haxhi edhe një djallë edhe një kujt june, që e falë namazin hiq pa as një herë munges. Edhe neve në kam tek, për shembull mu, si sot së ndolla, dje ka nesër s'ka me dalë, nuk i na nisoj. E bile neve duhet me në shku me një bithonë haxhi, pasha Allahin me kur bëjsh dua, përmendem edhe muve. Në duan të andë, përmendem edhe ose kërka të Allah falje dhe për mu. Mos e harroni se prej veprave që është në rregull dhe është e lejuar. Thot pejgamberi stam, unë për ditë, si cilën ditë, kam bën istighfar 70 herë ose 100 herë ka Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi Allahut dhe ka bën 70 herë ose 100 herë ose e ka thonë fjalën astaghfirullah. Të ndërshëm vëllezër, thot pejgamberi stam, jo alladhi nafsi bedi, pasha Allahun i cili e ka shpirtin tim dorë të veta, law lam tudhnibu, me qenë se ju si njerëz nuk gaboni, le dheheb Allah bikum, Allah ju kish shkatru të gjithë juve. Walla jaa biqaumin yudhnibun, edhe do të kishte ardhur me një millet, me një popull që do të gaboshin, fa yastaghfirun Allah, e ata do të kërkoshin falje, do të thoshin astaghfirullah, astaghfirullah, fa yaghfiru lahum. Allahu do t'ia falte. Domethënë ne si njerëz nuk mundim me premtu se zgabojmë. Se ne si njerëz jemi gabimtar, jemi njerëz insan, fjala insan do të thonë ai që harron, ai që gabon. Para me dhe që ka thot me më që për shembull ne na pa ma ta zon me laqe as njëri s'gabon. Allah i na ka shkatru kreditin. Se njeri kur s'gabon ne nuk kërkon falje. E Allahu dhe lëshanu thot, me qenë se ju nuk kishi gabu, ju kisha hek për kësaj bote, kisha shkatru kredive. E pastaj kisha sjell një popull tjetër që kishin gabu edhe kishin kërku falje, edhe unë ua kisha falë. Të ndërshëm vëllezër, dera e pendimit dhe dera e istighfarit është e hapur. Allahu Gjellëshanu thot, kul, ja ibadje lëdhine, o ti rob, o ju robërit e mi, esrefu ala anfusihim, la taqnatu min rahmetillah, o ju që keni gabuar. Mos e nënçmonive, mos e neglizhoni mëshirën Allah subhanahu, la taqnatu min rahmetillah. O Allahu ma i madh, ma i mëshirë se sa ne që mendojmë. Allahu Gjellëshanu i falë gabimit. Mirë po puna jonë është me u pëndu dhe me kërku faljet Allahu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, sepse Allah i falë të gjitha gabimet, innehu huwal ghafuru ar-rahim, sepse Allah është falës edhe mëshirues. Domethënë Allahu do të thonë është falës dhe mëshirues. Dhe për në fund janë disa shenja. E para, shenja të njeriu. Njeriu do më thonë duhet të 3 shenja mi pas, ma një ment. E para, Allahu dhe shanë kur ta jep një të mirë, çka duhesh me bon të edhe unë, me falëndëru Allah. E dyta, kur Allahu na sjell ndonjë fatkeqësi, ndonjë sprov, çka duhet me bon? Duhet me bon sabër. Edhe e treta, kur ta gabojmë, kur të mëkatojmë, duhet me bon taube edhe istighfar. 3 rregulla. Edhe njerë, kur të na hapë Zotit mirë, ata falënderojmë, kur të kemi sprova fatkeqësi, të bëjmë sabër dhe durim, edhe kur ta gabojmë ose kur ta mëkatojmë, të bëjmë taube dhe të themi astaghfirullah. Inshallah Allah na uzon edhe të gjithë së bashku në xhenet nësa. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, zelasim se s'ma më nëse mund në me të dhëmë përgjitjen mi. Pa e ta shë çfarë pyetje ki? A ka më mundësi të thush diku tjetër, të vetë edhe diku tjetër, jo vështi se i vinë sigur me bon plan në natën në ditën më realizim. Ju tjetër, s'keni dhe një pyetje që azilasimin në sfolës. Hajde agjisen të shofmi më sanin. Pse? A ki me vetë? Agjisen. Po, mirë, bujlo më azilasim, se s'pas ka me vetë.
Po që në nuk dhjetë, i dalët e i mbushën një në tëra. Kosovë, a këtë një gjusë është Halil Kasrati, gjusë është lajë ka ndreqën, s'ta shkitonë, ma me ta kuptojnë të ka marrë reshtë. A shpi me ndimi jatë, a është mirë edhe të të natë ndreqën që si me në të shumë mirë, në po, leshë një të të se valë, në zëtë kyte, a s'ta shkitonë, a gjallë. Kjo, o pyetje me mirë, dhe thash, këtë pyetje që i bon, që këtë e ki masakla, ma tamam, Se dhja të ka thonë të dikush ati të ka këtu nuk e dhja, ma ta marë që ti e ke vetë. Mirë. Tu dy çështja. Ki shtëpi të pleqve në Evropë ekzistojnë që 100 vjetë. Pse sa atje fëmijët nuk mirën me babën me nanën. Si ti bëjt 18 vjetë atë, mo kur ta shohet djali, babën e kundër ta, njën vjeta, 2 vjeta. Pra qka ka to edhe lidhen shumë për festa, për ditëlindje. Kanë disa festa edhe, tortën e madhe si njerën 6 vjetë. Për njerën 6 vjetë, une tortën e bëjt në 6 katë. Po ne për ditë torta du të me dhanë, s'o problemi. Ne muslimat, po. A duhet veç njerën 2 vjetë në unës mi blejt tortë e babës a për ditë. Mirë po. A i vlau janë, Hoxha Halil Kasrati, atë që e ka bëjt në Kosovë, me njerëzit që i ka për edhe dhe ndihmojnë, është në regull. Mirë po, kush shkon të shtëpia e pleqve? Qaj që nuk e ka as djalin as vajza, nuk ka kush e mbikëqir, nuk ka njerë që kujdeset për atë. Edhe atëherë, Allah ishme ulejt Hoxhën Halil Kasrati, e ka bëjt një shtëpia dhe është në regull. Ama qaj që e ka djalin, e ka një derë dikun. Aj, si qkoje e baba, si qkoje atje të shtëpia e pleqve, ku do që është? Aj djali, mos t'ja marrë menja, si në këtë botë ka me kalu mire dhe në botën tjetër ka me shpëtu. A u kuptu? Do me thonë tash, shumë seriose. Unë, për shembull, tjetoj, vazhdoj, edhe baba em në shtëpi të pleqve. Katastrofë. Kjo të muslimantë, heqë me s'pi uj, katastrofë. O, haram i mathë, kjo. Gjunah i mathë. Se pas adhurimit që e kemi obligim dhe Allah, me njëherë vjen respektin e prindërve. Respektin nuk e nënkoptan, babës, selam aleikum, si e babë, si kalon mirë dita, mirë më ndjes, mirë brama, ja. Kur se murët të mjeku, s'ka të holla, jep, s'ka barna me blej, shkën ja blejt. Një ditë ka qef, thot, të fshati ku kam lind, du me shku, të apë vetur, të fshati ku kam lind. O, djarë, thot, qeshët, ti dush me qeshë, anë pëse nuk qeshët, dush me qeshë për babën. Rri me një kam, dush me nejtë me një kam për babën. Flejnë, dush me flejtë për babën. Ka regulla. Ma kollaj se të shpia e pleqve me shku nuk ka. Që edhe të ne, a ka të shtëpi të pleqve? A ka dhe të ne? O që rasim, që e kjo e ki, këtu në qënë kënë e ti? Po që këto më puna? Unë e se vallaj në haroj që ja. Juva, shkon menjave që ka këtu shtëpit pleqve, a harojni? Vallaj harojmë që ja. Pse? Po në nuk mirëve me këtë punë. Shtëpia e pleqve, për njerëzit që nuk kanë mbikëqirje, nuk kanë kush kujdeset. Ama për qatë babë dhe për qatë nonë që i ka djallë dhe vajzë, shkon të shpje pleqve, a i babë, a i djallë dhe a i vajzë në të afshinë gjernetin. A u kuptu? Ma shumë s'kam që ka thamë se ndoshta e ka bëj. Inshallah Allah në uzan, edhe ju trive, inshallah Allah ju uzan dhe ju përforsan, edhe të gjithë inshallah Allah në gjernet nësë. Salamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Molla Gjevat, kur dhe vesh një ditë dërës të mashëm? Kur kismet? Edhe ti edhe Molla Ismaili këtu mësili, a unë kam qef dhe një ditë. Për një me vëlla. Hajde alana kur të kesh kohë dhe mundësi, edhe Molla Ismaili këtu e pata ma shkoja. O ba, dhaj kur të kesh kohë mundësi, po nëse si vjetë, jonë matë be, inshallah i nështë ashtë i rahat, se ka kohë. Do më thonë, atraktivitet kemi edhe në gjami, nuk e kemi probleme, bisedër me zimatin lirëshëm. Salam alaikum.